kam një ftesë që të dalin masovikisht, me datën 28 dhjetor, të votojnë numrin 129, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, të përkrahen numrin 5, që jam unë si kandidat për deputet. Cili ka me qenë prioriteti personalisht i Arbër Tolajt në kuvend? Nëse do t'jem deputet në këtë legislatur, si gjithë një, pasi që vetë njëherë kam qetur edhe deputet, do të ofroj me gjithë qenjen time shëndetësi të mirë fillt dhe mirë qenje për gjithë qytetarët, pastaj veç kam udhëhequr edhe institucione, edhe në kohë krizash, kam një përvojë edhe menaxheriale, përveç kësaj do të ofroj profesionalizëm, korrektësi dhe përgjegjësi për të gjithë qytetarët. Dhe do t'jem krah tyre. Cili është mesazhi juaj për qytetarët më 28 dhjetor? E kam një ftesë që të dalin masovikisht, me datën 28 dhjetor, të votojnë numrin 129, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, të përkrahen numrin 5, që jam unë si kandidat për deputet, dhe ju premtoj se unë personalisht do t'jem krah pensionerit, do t'jem krah bujkut, do t'jem krah arsimtarit, krah rinis dhe sportit, krah punëtorëve shëndetësor dhe të gjithë ne jemi krah Ramush Haradinajt. Ndërsa, kryetari ynë, lideri, do t'jetë krah i Kosovës bashkë me neve.